Në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit përveç partive të mëdha dhe atyre tradicionale, garojnë edhe subjekte të reja politike. Partia Mundësia ka publikuar ashtu si kundër edhe partitë e tjera listën e kandidatëve të saj për zgjedhjet e 11 majit, duke prezantuar emrat që do të garojnë në 12 qarqet e vendit. Në qarkun e Vlorës lista kryesohet nga koordinatori i kësaj partie, një prej figurave të njohura politike në Vlorë, siç është Klodian Xhyeri. Po ashtu pjesë e listës është edhe Mallëngjim Skënderaj, një avokat ky i njohur në qytet, por gjithashtu edhe ish pedagogja e Universitetit të Vlorës, Oltiana Muaremi. Pikërisht lista përbëhet nga emra të njohur, por edhe emra të rinj. Edhe koalicioni Euroatlantik ka në përbërjen e tij emra të cilët janë të njohur në skenën politike të qarkut të Vlorës, por edhe të rinj. Lista kryesohet nga deputeti Çam, Gëzim Ademaj, ndërsa të bie në sy se pjesë e saj është edhe nën-kryetari i Këshillit Bashkiak të Vlorës, Myzafer Elezi, si dhe këshilltari në Këshillin Bashkiak, Gjergj Nika. Shqipëria bëhet e ka shpallur edhe ajo listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Vlorës, duke synuar një përfaqësim të ri dhe freskues për qytetarët. Partia e ka ndarë listën në të mbyllur dhe të hapur, me qëllim që të ofrojë mundësi konkurimi për të gjithë kandidatët. Lista kryesohet nga Ismail Selmani, Petrit Dervishi, Saimir Troka dhe Avushe Hoxha, që do të jenë në listë të mbyllur. Ndërsa në listë të hapur të bie në sy emri i gazetares nga Vlora, Ornela Hila, e cila prej vitesh tashmë është zhvendosur në Itali. Koalicioni Djathtas për Zhvillim ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një listë me 186 emra në të gjitha qarqet. Koalicioni përbëhet nga Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe Djathtas 1912. Në qarkun e Vlorës të bie në sy dy emra të rëndësishëm për jetën politike, siç është Edvin Kulluri, por edhe emri i ish deputetit të Partisë Demokratike, Arbi Agalliu, i cili aktualisht është deputet i qarkut të Vlorës në Parlamentin Shqiptar.